Përshëndetje të nderuar shikues, mirë se ardhët edhe këtë pasdite në Dita me ne. Sot do të flasim për orientimin në karrierë për të rinjt, pra gjitha ato iniciativat, sfundve që po bëhen edhe disa projekte kështu goxha interesante. Për këto kena me diskutu me Aida Topanicën dhe Elsona Muhadrin, që kam deri të kam sot në studio. Përshëndetje vajza. Përshëndetje. Përshëndetje. Aida, fillimisht a mundesh më na tregu në përgjithësi për projektin, pra me na prezentu? Po, atëherë projekti për cilin sot do të flasim është fuqizimi dhe aftësimi i të rinjve përmes mundësive të reja. Është një projekt që targeton moshat prej 16 deri në 35 vjet, edhe fokus kryesor i ka të rinjt e marginalizuar, të cilët janë të interesuar me kyç në tregun e punës. Forma se që ofrohet mbështetja në kuadër të projektit është përmes implementimit të një metodologjie efektive edhe në ndërkombëtarisht edhe në vende të tjera, e cila ka për fokus zhvillimin e shkallësive bazjetësore, zhvillimin e shkallësive të punësueshmërisë. Gjithë kjo mbështetet vazhdimisht me mentorim individual edhe mbështetje psikosociale, e cila në fund kurorëzohet me pjesën e punësimit ose ofrimit të rinjve me bizneset të cilat janë aktualisht në komunitetin tonë dhe veprojnë në komunitetin tonë. Përveç kësaj ka edhe aktivitete dhe objektivat e tjera, si që është ngritja kapaciteteve të profesionistëve të cilët do të punojnë me të rinjt, cilët kanë punu edhe në vazhdimsi edhe tash, në kuadër të projektit me të rinjt, ngritja kapaciteteve të organizata për metodologjinë Next Economy, edhe gjithsesi edhe pjesa e avokimit ose fuqizimit të zërit të rinjve për nevojat edhe kërkesat që ata i kanë si të rinj, që aktualisht ne kemi një komponent shumë fuqishme në kuadër të projektit që është klubi të rinjve, ku të rinjt në baza mujore mbledhen edhe diskutojnë për temat cilët ata i shqetësojnë, për tema që dojnë me avoku edhe me ngrit zonin, për çështje që realisht kanë mundësi me u përmirësu mirë, po vetëm se nuk është nështa fokusi edhe vëmendja aty. Pjesë e këtij klubi është edhe iniciativa për cilën do të flasim sot. Pikrisht edhe thelbi, pra, e gjithë për këti projekte që përshkojnë për para janë të rinjt, pra rëndësia dhe fokusi për të rinjt është e jashtëzakonshëm. Po, projekti realisht implementohet në 5 komuna të Kosovës, nuk është që është vetëm për pjesën nështë veç në Prishtinë. Sot shtratrat e fëmijëve në Kosovë e implementojnë projektin në Prishtinë, Fushë Kosovë dhe Graçanis, ndërsa kemi organizata partnere të cilat e implementojnë projektin në komunat të ndryshme të Kosovës. Ky projekt financohet prej qeverisë gjermane dhe fshatit të fëmijëve international ndërkombëtar, gjithashtu implementohet jo vetëm prej sës fshatit të fëmijëve në Kosovë, mirë po edhe prej komplet regionit të Ballkanit Perëndimor. Është një iniciativë që ka tregu me pas sukses të jashtëzakonshëm për të rinjt, sidomos për të rinjt që ballafaqohen me sfida të ndryshme, po edhe ato të integrimit në treg të punë. Desha të fokusohem edhe tek Elsona pak më shumë, sepse ti ke qenë aty avokuse dhe iniciatore, pra e ke qenë kështu brenda thelbit projektit. A mundesh më na tregu eksperiencën tënde, që ka shkuar? Okej, patjetër. Projekti ka qenë i realizuar prej një grupi të rinjve, ku arsyeja pse kemi vendos me e marrë këtë iniciativë është mungesa e orientimit në karrierë në shkolla, ku si pasoj të rinjt e kanë shumë të vështirë me e përzgjedh një profesion, për shkak se nuk kanë përkraje edhe mbështetje prej sistemit arsimor, edhe në këtë rast janë shumë të paqartë në ato se çka dojnë me vazhdu, edhe kemi pasit një nevojshme si iniciativë, edhe domosdoshme që me ngrit si çështja. Në cilat shkolla jeni fokusuar këto? Nuk është çështja me u fokusu me një shkollë caktuar, po me integru brenda sistemit arsimor në Kosovë. Çfarë reagime keni po gjatë gjithë procesit të projektit? Na fillimisht jemi të qenë pjesë e projektit, e kemi po vështirësinë e të rinjve me pas këtë përkraje, edhe e kemi pasit nevojshme që me ngritë si iniciativë. Pikërisht sepse kjo duhet implementohet në shkolla. Kjo rëndësia është e jashtëzakonshme sepse është një moshë ku
Përderisa jemi në shkollë, atëherë ne duhet me ditë ku po fokusohemi, pra edhe ku me jap ndoshta më shumë energji, më shumë sepse normal në të gjitha fushat të fokusu, atëherë do të lodhemi për me ndoshta dhe pse mos me jap gjitha të energji në ato që ne do të vazhdojmë, pra. Për këtë arsye, na e kena mendu integrimin e orientimit në karrierë në sistemin arsimor, për shkak se aty ofrohet këshillim individual, po ashtu testohen aftësitë, interesat edhe shkatësitë që i kanë fëmijët ose nxënësit, për me po edhe ata si çka është ma e përshtatshme edhe çka i përshtatet ma shumë atyne, po ashtu me u integru edhe si pjesë e landëve dhe kurrikulës, ku ata informohen ma shumë rreth profesioneve që ekzistojnë edhe ku kishin mujt me gjetë vetën realisht ma shumë. Cilat janë disa nga ato aktivitetet që keni bërë gjatë projektit dhe cilat kanë qenë ato specifika, ndoshta reagimet e trinjve? Një pjesë e projektit ka qenë edhe rota. Rota i ka përfshi shumë profesione që ekzistojnë, ku kjo bo me qëllimin ose si ironia asaj që karriera ose profesioni nuk është fat që ti për shembull e sill rrotën edhe ku të bjen që ato e zgjedh, po duhet me u bazu në shumë parametra tjerë që me qenë sa ma efektive edhe e përshtatshme për secilin. A keni po interesant njerëzve kur ka të kjo rrota, sepse me të vërtetë goxha interesante dhe një mënyrë ma ndryshe për me po, pra duke ironizu gjithë situatën. Po, rrota ka qenë e vendosur në shesh, ku njerëzit ose fëmijët trenj që kanë kalu e kanë pas mundësin me unal edhe me sill me këqyr se ku i bjen, edhe me u informu ma shumë rreth profesionet që i ka ra ose edhe profesioneve tjera, edhe me marrë një edukim që lidhet ma shumë me profesionet ekzistuese edhe ku ata kishin mujt me gjetë vetën ma shumë. Kush e ka marrë pikërisht këtë iniciativë interesante? Kjo ka qenë prej grupeve ekzistuese trinjve që jena kanë pjesë e jepit, ku e kena pasi tematikë edhe temë që ka nevojë mu adresu edhe me u ndërmarrë diçka që me u realizu kjo iniciativë. Po, në një mënyrë kaq interesante, në fakt që dhe mu më ka bu goxha përshtypje. Juve Aida, si ju ka duk si mbikëqyrëse kështu pjesë, ndoshta pak ma lartë, pra e keni jap hapësirë trinjve, sidomos, për edhe me pas idenë, edhe me qitë në funksion, edhe me pas reagimet kështu. Po, ka qenë eksperiencë shumë e bukur, mi pa të rritë që prej një ide fillestare që lindë me një sesion takim të rregull që na i kemi vazhdimisht aty, diçka që i preokupon edhe kishim pas qef që mi marrë këto shërbime për derisa kanë qenë në shkolla, ma herët, me ditë, me pas informata për profesionet të ndryshme, me pas informata rreth shkollave, sidomos për para procese vendimarrëse që është klasa e 9, klasa e 12, mirë po aktualisht, realisht në Kosovë, kryesisht aktivitetet për orientim në karrierë fokusohen vetëm në këto dy klasa, veç kur janë nxënësit në klasën e 9 ose kur janë në klasën e 12. Edhe nuk është një proces pak ma i gjatë që i ekspozon ndaj profesioneve ma gjatë edhe i kuptojnë alo ma mirë profesionet. Edhe kjo iniciativë ka lindë prej një diskutimit të tillë, që mas një të rritë e kanë konkretizu edhe kanë ndodhur edhe aktiviteti i parë që kemi pas me rrotën që kemi full për pjesën që karriera nuk është lojfate dhe ka pas një interesim të jashtëzakonshëm të njerëzve, edhe fakti që është mendu prej trive që me qenë interaktive, nështë ajo një formë pak klasike e të avokumit, ose një formë klasike që ti mund është me nglit zonin për diçka, po diçka interaktive që vjen dikosh, e sillat rrotën edhe i del diçka dhe mas ne informohet për qatë profesion ose diçka, ka pas një interesim të jashtëzakonshëm në shesh, në ditën kur është mbajt edhe është realizu aktiviteti dhe është shumë përmbushse realisht me pa që shtrit mrin me konkretizu idetë e veta, me konkretizu edhe me avoku për sfidat edhe për qka
dojnë me pas në të ardhmen qoftë integrume në shkolla, qoftë pjesë të sistemeve arsimore tutje, që normalisht që mirë informimi edhe informatat të duhura dhe cakta, sidomos për para procese vendimarse, qoftë për përzgjedhje të shkollës të mesme, qoftë për përzgjedhje të drejtimeve fakultetit ose edhe matutje, duhet me qenë një proces që kërkon një vëmendje shumë më të madhe, edhe që ka dole edhe prej trive është një temë me interes që ka angazhu edhe tri të tjerë më u bashkangjit edhe më u bo pjesë e kësa iniciative. Pikërisht e përmendëm, zakonisht o iniciativa në për shkolla implementohen klasën e 9, klasën e 12, ndoshta kjo duket se është goxha vonë, duke marrë parasysh që kur e kthejmë ndoshta rikujtojnë edhe vetën, e kemi pas një interesim prej klasës 7, ose prej klasës 6, ose prej ndoshta klasës 2 e kemi pas një ide në trunin tonë se për shembull unë do të bëjmë doktoresh, pra është ajo dëshira, pra gjithmonë do të me synu sa më herët. Po, realisht orientimi kështu në karrierë fillon prej një moshe shumë të hershme nëse e shohim në aspektin e, si më thonë, shkencor të ulëmtimeve që jo në këtë fush, mirë po trinët e kam pa të arsyeshme dhe pjesë e iniciative edhe kërkesave ka qenë që të paktën tjetë prej klasës 6 e tutje. Do të thotë qysh në klasën e 6 me pas qoftë aktivitete, qoftë forma të ndryshme ku trit kanë mundësi me njoft veten, me kuptu interesat e veta, me njoft vlerat e veta, preferencat, masnej për njëjtat me pas mundësi mu ekspozu, qoftë me taku profesionista aty në fushav, qoftë me kalu një dit me një profesionist të një fushet caktume dhe me pas se qka realisht duhet për me qenë qaj profesionist, me pas pak ma të qartë idejnë e një profesioni, në mënyrë që kur vjen deri te klasa e 9, ata me qenë, po, e ka një ide se qka dojnë me ndjekë dhe me qka dojnë me umarë. Edhe realisht kjo është diçka që kërkon një ndryshim të sistemit, krahas aktiviteteve që janë në shkolla, sepse nuk mund të themi që nuk ekziston asgjë, për shkak se ka aktivitete të caktuara që realizohen, mirë po që nuk janë të një forme sistemike që i mundsojnë nxënësit përderisa është në shkollë me kuptu më shumë për veten, po paka shumë nështë edhe me ndikime të tjera të jashtme që nuk ndërlidhen me individin, vjen deri te vendimarrja për karrierë. Po, për shembull, ndikime tjera të jashtme mundën me qenë prindrit, familjarët ose shoqënia, ku të na ndodhe edhe ky fenomeni që prind shpeshherë dëshirat ose ëndrat e veta të parealizume përpjekën me i realizu përmes fëmijëve, duke i bë ose duke ja imponu një farë forme me zgjedh një profesion që për ata nuk është ose e përshtatshme ose nuk e dojnë, nuk e pëlqejnë, nuk e kishin bë me pasion, po ashtu edhe shoqënia mundet me qenë si faktor ndikus për shkak se trinj shpeshherë di mund ndiku prej njëri tjetër, për shembull nëse një shok ose shoqe e ngushtë vendos me shku një drejtim caktuar me ndjek, po kjo duhet mu eliminu si dukuri për shkak se ndikon negativisht në përzgjedhjen e profesionit, për shkak se tri duhet me i kuptu aftësit, shkatësit edhe dëshirat reale të vetat, mënyrë që me pas një profesion që i përshtatet edhe kanë me bo mas mirëti. Pikërisht këtu mundemi ndoshta me vrejt tek shkolla e mesme, pra përzgjedhja e shkollës mesme që e kemi aty ndikimin e shoqërisë mas shumti, sepse nuk jemi mësu, pra në vite të gjata me po ka shumë kështu të njëjtët studentë, të nxënës, edhe këtë një klasë e re, një shkollë e re, ato e kemi edhe pak frikën. Pra, këto e eliminojnë edhe frikën nëse në që këse ekspozohemi tek trajnimet të ndryshme, ndoshta edhe ligjëratat, por edhe ato mund t'jenë pak të mërzitshme, pra iniciativat më interesante, si që përmendëm rrotën, do t'jenë ma të mira, do me thonë, ma atraktivet për nxënësit, po ashtu edhe do duan që të shkojnë, do duan që të mësojnë në një mënyrë ma të mirë, mundemi me thonë. Po ashtu edhe këshillimi i orientimin karrierë individual, i ndihmon nxënësit për shkak se jo secili e din fillimisht se çka po don.
sidomos në një moshë caktuar ma të re, shpeshherë nuk e ki qartë se cili ka me qenë profesioni jot, edhe se cili mi ka në qatë pozit, sidomos në adoleshencë, në shkollë të mesme. Kështu që me këshillim të orientimin në karrierë individual nga profesionist, nxënësit kanë me pas ma të qarta opsionet që i kanë, shkatësit që i kanë, edhe me bo zgjedhjen e duhur që është e përshtatshme për ta. Pikërisht në këtë pikë, do doja që ta ndjekim edhe një video promovuese pikërisht për këtë projekt, dhe do kthehemi prapë në studio. Kujtoj vetën time më të re, në atë kohë ku shumica miqve të mi kishin zgjedhur tashmë profesionin e tyre, ndërsa unë ndihesha plotësisht e humbur. Pse nuk ka dikush që të më ndihmoj të zbuloj mundësitë e mia, të më ndihmoj të gjej rrugën time? E pyesja shpesh veten. Një natë në shtëpi vendosa të flas. S'u bosh arkitekt si bo. Më thanë, nuk dija çka të përgjigjesha. E kuptova që duhej të flisja me dikë që vërtet mund të më ndihmoj ta zbuloja çka më përshtatet mua. Kështu ngjeta një mundësi dhe së bashku folëm për aftësitë, prirjet, ëndrat, pasionet dhe mundësitë që kisha përpara. Përkrahjen e gjeta përmes projektit Fuqizimi dhe aftësimi i të rinjve përmes mundësive të reja Texas fshatrat e fëmijëve Kosovë. Gjeta rrugën time. Sa do ktheheva aty ku nisi gjithçka. Dëshiroj që çdo nxënës që ndihet i humbur, ashtu si unë dikur, të pranoj ndihmën që i nevojitet. Programi për orientim në karrierë në shkolla është i domosdoshëm. Karriera nuk është lojë fati. Dashur shikues, u rikthem prapë në studio për të vazhduar me diskutu pikërisht mbi këtë temë. Do doja të fokusohem tek Elsona. Pikërisht cili është mesazhi që duam ta përcjellim tek të rinjt? Mesazhi që kisha dashur me përcjell është që orientimin karrierë nuk duhet me u pa si diçka sekondare, po duhet me u pa si një pjesë integrative e arsimit, ku secili i ri duhet nuk duhet veç me u pyet se çka do me u bë ku të rritesh, po me ja ofru mundësitë edhe mjetet që ai me i gjetë vetë interesat e veta edhe çka është e përshtatshme për to. Po, pikërisht për ata duhet ta bëjmë kështu si ne avo kem goxha me intensifiku pra këtë pjesën që mu implementu në shkolla, mu implementu në jetën tonë përditshme, po ashtu edhe ndoshta mendsinë tonë që mi najt gati ma shumë sa në një farë aspekti apo. Gjithsesi, normalisht që kjo nuk është diçka që realizohet ose arrihet shumë thjesht, mirë po, fatmirësisht në Kosovë ka programe dhe projekte që munden me shërby si model për formën se si duhet me qenë të organizuar shërbimet e orientimit në karrierë në shkolla. Një prej tyre është edhe vetë projekti i Jepit, i cili realisht fokusin e ka ndoshta të rinjtë marginalizuar, mirë po metodologjia që përdoret Next Economy është një metodologji shumë efektive që i shërben secilit nxënës ose secilit të ri për me gjetë veten sa më mirë në treg të punës. Për shkak se forma që realizohen trajnimet, kurrikulat cilën e kemi të pjesë të programit, është diçka që ju ndihmon nxënësve për gjatë procesit të mësim-nxënies që janë në shkollë. Edhe ndoshta me marë prej këtyre shembujve të suksesshëm që realisht implementohen në komunitet, me integru edhe me gjetë një formë ma të përshtatshme, në mënyrë që mos me bëj gjithçka ndoshta prej fillimit ose gjithçka prej fazave fillestare. Ka diçka që ekziston, ka modele, shembuj konkrete që janë të funksionu edhe mi bo pjesë të kurrikulave normalisht me adaptime që kërkohen edhe me gjithçka mirë, po nuk është që është një proces që duhet me fillu prej zeros ose që nuk kemi në çfarë forme me fillu nuk e kemi të qartë. Realisht ka ide, ka modele, ka projekte, po them edhe një herë është pra do duhet vetëm vullnete. Po. Krejt çka duhet është vullneti edhe realisht duhet me ndëgju të rit edhe nxënësit e shkollave për këtë sfidë që e kanë, që është shumë prezente, edhe me u dhënë të drejtën këtë sfidë, me intensifiku veprimet në mënyrë që shkolla me qenë sa më herët një vend ku të rit kanë edhe vetë interes me shku për shkak se janë të gjetë diçka që është të i dhënë kuptim, të i përmbush, gjejnë kuptimin aty edhe po ne është një farë procesi që
normalisht është goxha zhvilluese dhe rreth, sidomos nëse edhe nxënësi e kupton komplet pse për shembull për çka realizohet një aktivitet i tillë, në çka ekspozohet, për çfarë arsye, edhe komplet procesin normalisht krahas krejt edukimit edhe arsimimit që është aktualisht pjesë e kurrikulave tona. Po besoj nëse shkojmë sa më shumë kësi aktivitetesh, atëherë e kemi si thonje na shqiptarët bëhet mirë. Po pikërisht është jemi drejt asaj rruge. Po, fatmirësisht. Faleminderit shumë vajza që ishit sot në studio, edhe japëm dritë me vërtet një çështje shumë të rëndësishme, që çdo ditë në fakt do të më promovu ju vetëm një herë në javë. Faleminderit edhe juve për hapësirën edhe për ftesën. Faleminderit për ftesën. Dashur shikues, kaq kishim për sot. Mos harroni të riktheheni nga hëna në të premte në Dita me ne dhe deri në takimin e radhës, mirupafshim.